Një nga pyetjet më të mëdha që kemi është kjo: a lindim ne meshkuj apo femra apo bëhemi të tillë? Pra, a është identiteti ynë gjinor i shkruar në ADN apo është diçka që e mësojmë, që e ndërtojmë dal nga dal? Kjo është pyetja klasike e famshmja natyra kundër edukimit. E po, sot do të analizojmë një teori goxha interesante që na jep një përgjigje ndoshta pak befasuese. Dhe ja ku e kemi pyetjen kryesore: rolet gjinore, a janë të natyrshme apo të mësuara? Me fjalë të tjera, a janë të paracaktuara nga biologjia jon apo shoqëria ajo që na i mëson? Ky debat, natyrë apo edukim, prek një nga pjesët më intime të identitetit ton. Tani do të shohim një teori që shkon pak më thellë se kaq. Mirë, para se të vazhdojmë, duhet të jemi të qartë për dy terma thelbësor. Së pari, seksi. Ky është termi për anën biologjike, pra kromozomet, anatomia, gjërat me të cilat lindim. Dhe pastaj kemi gjinin. Kjo, nga ana tjetër, ka të bëjë me shoqërinë, rolet, sjelljet, çfarë pritet nga ne si burra apo gra ndërsa rritemi. Ky dallim është absolutisht kyç për të kuptuar gjithçka që vjen më pas. E po, tani le të hyjmë në thelmë të çështjes. Do të flasim për teorinë e mëmësisë, një ide e zhvilluar nga psikoanalistja Nancy Chodorov. Dhe çfarë thot ajo? Në thelb argumenton se identiteti ynë gjinor nuk formohet thjesht nga ato që na thon prindrit, por nga diçka shumë më e thellë, nga dinamikat psikologjike që në vitet e para të jetës. Ja, ky libër këtu, i botuar në 78-ën, ishte vërtet një pikë tese. Pse? Sepse ndërkohë që shumë teori fokusoheshin te sjelljet që mësojmë nga jashtë, Chodorov bëri diçka tjetër. Ajo pa nga brenda. Pyetja e saj ishte: çfarë ndodh thellë në psiqikën tonë që na formëson të ndjehemi dhe të sillemi si burra apo gra? Pra, po ta përmbledhim, ideja kryesore e Chodorove është kjo: gjinia nuk është si një kostum që na e vesh shoqëria. Jo, ajo rrënjoset thellë brenda nesh. Formohet nga marrëdhëniet më të para që kemi në familja. Praktikisht bëhet pjesë e pandare jona në nivelin më të thellë psikologjik. Dhe sipas kësaj teorie, gjithçka nis nga e njëjta pikë për të gjithë na. Nuk ka rëndësi nëse jemi djem apo vajza. Lidhja e parë, identiteti më i hershëm, është një ndjenjë të qenit njësh me nënën, një bashkim i plot. Ky është themeli universal mbi të cilin ndërtohet gjithçka pastaj. E po, pikërisht këtu gjërat fillojnë të bëhen vërtet interesante. Nga kjo piknisje e përbashkët, nga ky bashkim me nënën, rruga për të formuar një identitet gjinor ndahet. Dhe ndahet në dy shtigje krejtësisht të ndryshme për djemt dhe vajzat. Le t'i shohim këto dy rrugë. Nga njëra anë kemi vajzat. Për to, identiteti është një vazhdimsi. Ato mbleten të lidhura me nënën, duke e parë veten si një zgjatim të saj. Kjo mund të çojë në atë që Chodorove quan konfuzion kufish, pra, një vështirësi për të ndarë ndjenjat e veta nga të tjerëve. Nga ana tjetër, për djemt, procesi është krejt i kundërt, është ndarje. Për t'u bërë burra, ata duhet të shkëputen nga bota e nënës, të refizojnë atë që është femërore. Prandaj dhe identifikimi me baban është shpesh pozicional. Pra, mësojnë ç'do të thotë të jesh burr duke parë rolin e tij në shoqëri, jo domosdoshmërisht përmes një lidhje të thellë emocionale. Mirë. Por ç'lidhje ka gjithë kjo me botën përreth? E po, këto modele psikologjike të fëmijërisë nuk mbyllen brenda 4 mureve të shtëpisë. Ato dalin jashtë, ato përhapen dhe formosojnë vetë strukturat e shoqërisë. Le të shohim si ky proces kaq personal bëhet një fenomen i gjerë shoqëror. Dhe ja, si ndodh ky riprodhim i mëmësisë sipas teorisë. Hapi i parë, nëna e përjeton vajzën si një lloj dopjeje, një zgjatim të vetes. Si pasojë, hapi i dytë, vajza e ka më të vështirë të krijojë një identitet plotësisht të ndarë, autonom. Por, hapi i tretë, kjo lidhje ngushtë zhvillon tek ajo një aftësi të jashtëzakonshme për empati dhe kujdes. Dhe hapi i katërt, si rezultat i gjithë kësaj, dëshira për të bërë nën trashëgohet psikologjikisht si një nevojë për të rikrijuar atë lidhje të thellë. Ktu është pra lidhja kyçe. Gjithë kjo përvojë brendshme psikologjike na përgatit për role të caktuara në botën e jashtme. Aftësia e zhvilluar e grave për lidhje i bën ato të përshtatshme për rolet e kujdesit, ndërsa nevoja burrave për ndarje dhe autonomi i drejton ata natyrshëm drejt sferës publike, botës së punës. Dhe kjo ndarje psikologjike shihet qartë në strukturën e shoqërisë. Nga njëra anë kemi sferën publike, puna, politika, që historikisht është parë si botë e burrave. Nga ana tjetër, sfera private, shtëpia, fëmijët, është konsideruar si territori i grave.
Dhe cili është problemi këtu? Puna në sferën publike është punë e vërtet, e paguar, e njohur. Ndërsa puna në sferën private, edhe pse absolutisht thelbësore, shpesh është e papaguar, e panjohur dhe e nënvlerësuar. Mirë, mjaft me teori, leti shohim pasojat konkrete të gjithë kësaj në jetën e përditshme, në punë dhe në familje. Në botën e punës, këto pasoja janë shumë të dukshme. Së pari, ndarja gjinore. Burrët dhe gratë shpesh përqendrohen në profesione të ndryshme, për shembull, infermieria kundrejt inxhinierisë. Kjo çon direkt te pika e dytë, hendeku i pagave, sepse profesionet e konsideruara femërore zakonisht paguhen më pak, dhe gjithë kjo strukturë mbështetet tek ajo puna e papaguar në shtëpi, që rrallëherë njihet si një kontribut i vërtet ekonomik. Sigurisht, jo të gjithë pajtohen me këto teori, ka edhe kritika. Disa thonë se shpjegimet e saj psikoanalitike janë shumë të ndërlikuara dhe të vështira për të vërtetuar. Siç e thekson edhe ky kritik arti, kur e thjeshton, teoria ndonjëherë mund të tingëllojnë paksa e çuditshme. Kjo na kujton se kjo mbetet një teori me shumë ndikim, por gjithsesi një interpretim i mundshëm, jo një e vërtet absolute. Dhe kjo na çon tek pyetja më e rëndësishme nga të gjitha. Okej, nëse ky model vendoset kaq herët në fëmijëri, a do të thotë kjo se jemi të bllokuar? A jemi të destinuar ta përsërisim këtë cikël pafund? E po, sipas Chodorov, jo domosdoshmërisht. Ajo ka një zgjidhje. Zgjidhja e saj është në fakt çuditërisht e thjeshtë. Nëse problemi nis nga një model i caktuar prindërimi, atëherë edhe zgjidhja gjendet aty, duke e ndryshuar atë model. Përgjigjja e saj, radikale në thjeshtësinë e saj, është prindërimi barabartë. Logjika pas kësaj ideje është e qartë. Nëse baballarët përfshihen njësoj si nënat në kujdesin e fëmijëve që në fillim, atëherë çdo fëmijë ka mundësi të identifikohet me të dy prindrit. Djemt nuk do të ishin të detyruar të refuzonin kaq fort botën femërore për të gjetur veten, dhe vajzat do të kishin që në fillim një model të fortë autonomie. Dhe kështu, cikli i riprodhimit këtyre roleve kaq të ngurta do të thyejej. Dhe në fund, mbetet një pyetje për të gjithë ne. Teoria e Chodorov na thotë se ne i përsërisim këto modele gjinore derisa ato na duken krejtësisht të natyrshme. Kështu që pyetja për të reflektuar është kjo: cilat nga këto role të trashëguara po i vazhdojmë pa e kuptuar? Dhe më rëndësishmja, cilat mund të zgjedhim të ndryshojmë për të ndërtuar një të ardhme ndryshe, më të barabartë?